Rrugtimi i Hyggerta Sakës në Big Brother VIP Kosova 4 filloi që nga dita e parë fillimit të këtij reality show. Hyggerta ishte njëra nga banorët e cila asnjëherë nuk ndryshoi qëndrimet e saj, por vazhdoi me atë si kishte filluar që në fillimet e para, duke na sjellur një zonë të vërtetë dhe me shumë ngjyra. Hyggerta vlerësisht mund të themi se ishte njëra nga banorët e merituara për në finale, sigurisht dhe pretendente për ta fituar çmimin e madh. Por çfarë thot vet Hyggerta pas daljes nga Big Brother VIP Kosova 4, ndiqeni në vijim. Për të gjithë ju që keni pyetur ku je Hyggerta, ku je zhdukur. Nuk jam zhdukur, këtu jam, po kam marrë pak kohë që të rri me veten, me familjen time, çmallë me to. Nuk kam dashur të mbaj shumë telefonin në dorë, me të drejtën. Tani po kthehem për Tiranë, por shpresoj që shumë shpejt të kthehem në Prishtina. Sa shumë kujtime. Të këngën ma kam mësuar shoku im i zemrës, Kushtrimi, ose tek shkur kushtrim. Si pres të takoj edhe Sasën dhe të rri gjatë me të. Sasa, Brit Gjakov. Kam krijuar shumë miq të mirë, por jo vetëm atyre që më lidh energjia e mirë, por të gjithëve, nga i pari tek i fundit, uroj që të gjitha dëshirat dhe të gjitha ëndrat e tyre të realizohen. Shumë urime edhe njerë për Londrimi, një fitore mos e merituar, por edhe për Elionën, një vajzë shumë e fortë. Dhe për ju pastaj nuk kam fjalë për gjithë dashurinë, për gjithë fjalët e mira, të ngrohta, për vlerësimin. Faleminderit që më keni parë Hyggerta siç ka dashur Hyggerta prezantohet. Hyggerta njeri dhe jo lojtare, me të mirat dhe të këqijat e veta. Ma keni mbushur zemrën plot, tani do të jem këtu pranë jush, edhe një herë mirënjohëse pafund për gjithë dashurinë që më keni dhuruar dhe që di që do ma dhuroni akoma. Ju dua shumë.